Në qoftë se ti fokusohesh tek vetja dhe nuk i fajson të tjerët, por merr përgjegjësi për veprimet tua, atëherë ti je në rrugën e gabuar. Po. Sepse kur fokusohesh tek vetja, je në rrugën e drejtë dhe nuk ka nevojë ti me fajsu secilin njeri pse ty nuk po të shkojnë punë të mirë. Shumë e vërtet. Në qoftë se dikush arrin në profesionin e vet, ai arrin sepse është fokusuar në atë punë, i ka kushtu kohë, i ka kushtu mund, dije e sakrificë për me arrit aty. Tani ti pa punu, pa ndiku në profesionin tënd që me u avancu, nuk mundesh me mritë tjetri. Normal. Pra e para, me u fokusu tek vetja që të gjesh dhe të arrish versionin më të mirë tëndin në punën dhe në profesionin tënd. Perfekt. E para. E dyta, konsistenca është me rëndësi. Kur gjë nuk vjen shpejt. Gjërat që vinë shpejt, ikin shpejt. Gjërat e leta i kanë zakonisht njerëzit për qef. Dojnë në mënyrë të lehtë dhe të shpejt me arrit të fama, të suksesi, të këparët, po këto janë shumë të përkohshme. Faktikisht kemi shumë shembuj ku gjërat që vinë shpejt, ikin shpejt. Ndërsa kemi shumë shembuj tjerë që njerëzit të cilët kanë arrit nga dalë, kur kanë arrit e kanë majt ato të cilën e kanë arrit. Pra, konsistencë. Kjo është konsistencë. Jo pasion, jo emocion i momentit, jo nguti, por konsistencë dhe ndërgjegje për të arritur gjërat mirë e marë.